Merrni rrugën e drejtë, rrugën e pastër, rrugën e besimit. 40 vite kam punu në spitalin e zemrës, 40 vite. Ju vetëm në 2010 më kanë dekoru prapë. Pse? Sjellja e mirë, puna e mirë, respekti i mirë, ai është. Kishte tek nonën dorën time. Edhe unë kaj kur e kovi këtë djalën, si ka qatë ditë që se kanë të gjitha konditët të të rritë saqëm. Dhe nuk dinti që zënë ashtu si duhet. Dhe është mirë që të bësh mirë, dhe është mirë që të punosh me ndeshmërime pas të di me rregull, dhe të arrush edukatën e familjes tënde në mënyrë të përkryer. Sa është gjëna. Vazhdon në mban shtëpinë tënde, nuk rritë vajtë. Ja, dhe është kështë. Po ka si shke jote? Ja, pa, duhet të mbaj qenë dhe në burën tim. Kam respekt për burën tim. Bravo, sa vite ka që ka ndruar jetë burë? 8 vjetë ka që ka ndruar jetë, dhe ju vetëm këto 8 vjetë, unë jam me vteku, nuk e me gjatë. Mjera femë që nuk din të ndrojë burën e vetë, të maj mirë burën e vetë. Mi po femë sot, se të ditë se gjënë të bo. Se morin dhe shtë gjënë. Këtë telefoni, unë e këmë e më ndashtore. Politika shqiptare në Shqipëri është zero. Zotë mërë të hakë ta. 20 ditë e punë me dojë pensioni 160 lek. Habite me qakore kujtë. 20 vite punë? Miq, jemi me Nëna Lule. Nëna Lule është një shpirt bardh, mbretëresh dhe gojë art me ato ç'a thot. Cili ka një mesazh shumë të mirë për gjithë rinin shqiptare dhe jo vetëm. Ku po shkon rinia shqiptare? Se ku po shkon e din ai vetë. Rinia di vetë se ku po shkon. Kusoni këshillë këte. Po të mendosh nga ke ardhur dhe ku do shkosh, janë 2 vende, dhe kur vjen ti nuk di se ku ka ardhur një. Kur vjen në fillim fare nuk di ku ka ardhur. Jo, derisa bosh 6-7 vjeç që shkon shkollë, se ne atëherë s'kishim as radio, televizion, ose se në kështë dishmja. Kur shkishim klasë parë, ne atëherë kuptojshim që kur jam të mësim, në mësojshme. Edhe këse kishim me shumë kënaqësi mësimin atë kur na jepte mësuesja, kur na mësojte me shkujtë, me baja mësuesja. Ne thosh, sa mirë, që jam të mësuna. Kupta? Atëherë dishim problem, se dishim që përpara, të nuk këtë bëjtë me bajtë, me gurë, me rasa, që së bëjnë, me shkopa, në s'kishë më zjo atëherë. Qa vite bëjtë fjallë? O, po flasë 26, 28, për ju shtetë? Po, atë ishë kalem, jo, ishë bëhë shtetë, 24, po, neve nuk kishëm se asë dritë s'kishëm me qiri, me kanilë. Si të ishim ne me kanilë. Këpëto, edhe di, po kur shku për shkollë dhe unë u duk vete, sa mirë, lumëturie madhe. Kurse këte kanë të gjitha konditët të të rritë saqëm. Dhe nuk din të qërdojnë ashtu si duhet. Dhe nuk din të falenderojnë ashtu si duhet. Qoftë prindët e vetë të falenderojnë shumë, qoftë dhe zotë, Krisën e gjithësisë të falenderojnë shumë. Mësën dhe edukatër fetare. Që në fejnë të doj? E di vete. Ortodoxe, katolike, musliman, e di në vetë, se cilë e di vete, që përlogëri zotët vetë. Për shdo jo. Për ndaj të është njëtë të bëhen besimtarët mje, që që kombion të përparoj në mënyrë më të përkrye. Si po duket rinia e sotme? Kjo rini që ka, si që thëtë, ka gjitha konditat, do të them, do dalim dhe atje. Kjo rini që ka gjitha konditat, ka gjitha kushtet, ka rrugë të shtruara, ka elektrikun, nuk është akoma në mobilit. Si mungon asgjë. Çdo gjë është me një klik dhe arrin. Ore, po unë deri 80 që 200 gram e kam pas bukur unë. 200 gram? Për Allah, po. Kurse sot, një bukë që ngelet e hedhin të koshi. E kur thuhet, tamam, aftovë se hajmë. Habitëm. Ta hedhim koshtës? Ja, është gjëna. Të betom, kjo rini tash i ka të gjitha mundësi të bëj vepra dhe krye vepra të mira. Po i bën? Ka që i bëjnë, ka që se bëjnë fare. Nga në më shumë kandari? Pa, ka të që s'bëjnë, ka ndonë kandari ma shumë.
Cili është mesazhi ti do t'i japësh rinisë? Unë i them që ju lutem nana shumë, se do të më kujtoni kur plakin e vetë, do thonë që vetë se të bëmë ashtu se plaka. Me një rrugën e drejtë, rrugën e pastër, rrugën e besimit. Dhe pastaj zgjidhni profesionin dhe punoni me ndershmëri, me pastërti, me respekt. 40 vite kam punuar në Spitalin e Zemrës, 40 vite. Ju vetëm në 2012 më kanë dekoruar prapë. Pse? Unë kam dalë në 94%. Pse? Se sjellja e mirë, puna e mirë, respekti i mirë, ai s'të vdes kurrë. Më kujdesin ata, të përrej, më kapin edhe në rrugë mu, djemët e vajzat e aty që kanë dek në dorën time atje. Në autobus ka qa njërja të kur më ligjoj zonë, tha, ku ke punu ti plake? Si plajtër, ndona të ta lulle ti? Po, thërë, mojmë qau, kështë dek nonë në dorën time. Edhe unë qaj kërë e këvi këtë djallën, si ka qatë ditë që ka bu shumë përshëmbe. Pra njeri ju, sa harron të mirën. Dhe është mirë që të bësh mirë. Dhe është mirë që të përnosh me ndershmëri, me pastërti, me rregull. Dhe ta rush edukatën e familjes tënde në mënyrë të përkryer. Sa është gjunaf ta mërzishë babën në nanë, është gjunaf ta shkatrosh ti vetën. Edhe pasë, se kur të të bosh të, kur të plakës të bosh rëbë një të, Rinia është kryesarja, është baza, e të gjithë të mirave është baza. Flasim drejt, kur jero një rini, të shë, e bëj një punë shumë, të shë, bëj që gjellë, lajë bëhen, më gjërë të leta, nuk bëj të to. Po përbarat me punë, në lashë me govat në tokë shu, dëmë se s'kishim levatik që gjëra. Unë të shikë jam ke vajza e tretë kam shku të shikë, se kam qenë këtë vitë kam qenë e smur shumë, edhe më kam marrë, është me kësisa, jo. Edhe burri vetë është me kësisa, edhe më parë në morë në të. Pasaj të shikë shvijime. Vazhdo në mba shpinë tënë, nuk rritë vajtë? Ja, të shikë shvijime. Ku ka si shpje jote? Jo, pa, duhet të mbaj qenë dhe në burë tim. Kam respekt për burën tim. Bravo, sa vite ka që kanë ndruar jetë burë? 8 vjetë ka që kanë ndruar jetë dhe ju betom, këto 8 vjetë unë jam me vteku, nuk e me gjafë. Respekt dhe dashurin që burri. Ate, unitetin që burë të asë kërkush femës. Mjera femë që nuk din të ndrojë burën e vetë, të maj mje burën e vetë. Pa shazozën, kër në me atë plaku 100 vjetë që zgozoh kush me thonë gjësjare. A që lera tata ka burën për femën, me për femën sot, se të ditë se gjënë të bo. Se morin dhe shtë shbojnë. Shumë keqë, nuk më gjenë. Se ka degraduar shoqëria kështu? Pse di. Që i bën njerëzit që t'jenë kaq agresive I ka gjithë mirë dhe ne. I ka Sa më gjithë shumë të mirë të ketë njeri, aq më... Po, një edhe dytë pastaj, si thëme, këtë telefoni, unë e këmë em dashnori. Dashnori? Ba. E këmë em dashnori se këtë s'des në fletë gjumë ke je. Si? Dhe në 2 natë, dhe në 3 natë së rrinë mate. Aqë dashnori keqë është. Mi pa të mësojnë dhe të mirë të qia. Lumë kush e përdor për mirë? Tamam. Për dalë ati ku doje ti tani të pjesa politike. Na jep një rezume si e shef ti situatën politike në vend dhe është zero. po shkojmë. Politika shqiptare në Shqipëri është zero. Zoti mort hakën ta. Zoti marrë hakën ta. Ato, vend që si unë 40 ditë punë me doli pensioni 160 lek. A bitë me qakore kujtoj. 40 vite punë? 40 vite punë. 160.000 lekë. Ja. Edhe atë me shilacet, Dhe atë vlen për të pagush dite. theksuar punë që të ke shpëtuar mira jetë njerëzish. Thash më kapin në kudo më kapin miliardët të murë. Atë blej shilacet, atë pagush dite uj, apo të hash. Paguni, bori këto dyja, për bukë, vetëm as bukë thatë nuk me edhesh me hangër. Me ato lekë të mija. Po zotin më mirë, vetë ma ka qitë riskun. Ka shku majnë edhe mu. Të
kështu. Si do ndryshojmë në tani? Po dhëmë pilin që të bëjë Shqipërinë gjenet. Edhe do jemi Shqipëri e bashkuar me Kosovë, Maqedoninë, Maldezi, me Çamërinë, me gjithë. Sa shumë kemi qenë përpara. Unë që fëmijët më men që thotë baba. Dhe që më shkuan një ka 2 për mu dhe i thotë nonës vetë, plake, po a di kam frikë se o shpëtohet dhe mos më është do bora se këtu këne nuk bita fort borë, ka herrat një të këtu në Tiranë borë. Kam frikë me shku dhe atje në Dibër. Shkam bërë se të vishët dhe shka se borë. Atje bërë pjatë ato që shkallën borë dhe në bërështin i kallën gjitha që bëtë këshu. Edhe i insirante dhe në bërë që të shkon të aji pëse. E shkon të kryte punën. Qatë shtynë të që këj pullon pilin që do jetë po është me vërtet shqiptar, me plot kuptim negos shqiptar. Me dashuri. Gjitha përse kam telefon me dashë të mush. A i është me Breza ka shkuar të ato e kanë shtu bile Amerikën atje edhe kanë shku plot shqiptar të në Amerikë. Ku janë këto. Edhe kanë qenë 4 udhëheqësa presidenta shqiptarë në Amerikë, nga soj jonë, nga soj shqiptarëve. A i të rënë gjithë jo, ta një josh përumë pitin që ti bëja të shkruhe, ta një josh do të kënaqet shpirt. Dhe sonë të do ketë tërgjime jashtë të zherë zëkonqa. Kështu ka thënë. Pilinqi. Nëna Lule, unë të përshëndes shumë. Vjen shumë mirë që ti je shëndoshe mirë. Faleminderit edhe te. Miq, kjo ishte Nëna Lule, një gojë artë, gojë ëmbël, besim plot dhe një zemër bardhë. Faleminderit, Allah ju shpërblet në juve, edhe ju abofshin dhe juve respektin të që i kështë të ma voni ju mu. Respektin. Sa është, nuk ka gjo më e mirë, kër respekton një plak vjetër, edhe me fjalë goje, edhe me pik uj, ose me karamele, ose me kafe, si ta kishë të të atë dëshirën të atë ti. Të plako është tak. Sot është e se zashtë, edhe pretë shumë, edhe së të mos respektin dhe të shumë. Allahu shpërblet. Amin, gjithashtu. Allahu shpërblet. Një gjatë. Domenika apo kini marë.